Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. Tragjedi në Maqedoninë e Veriut, zjarri në një klub natë shkakton 59 viktima e mbi 100 të plagosur, lëshohen urdhër arreste, shpallen 7 ditë zije. Johan Belushi zgjidhje drejtuesi i ri i Kishës Ortodokse Shqiptare, kryebishkopi merr votën unanime të Sinodit të Shenjtë dhe premton punë me devotshmëri. Faza e parë e zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës do mbyllet para afatit, vijojnë punimet edhe në rrugët e tjera kryesore në zonat turistike. Jeta virtuale është një nga shkaqet kryesore të divorceve. Çiftet e reja përballen me modele krahasuese që sjellin më pas konflikte. Vazhdojmë gjithësisht me lajmet për ditën e sotme. Atmosfera festive në një klub natë në Maqedoninë e Veriut është kthyer në një tragjedi. 59 persona, kryesisht të rinj, humbën jetën si pasojë e zjarrit të shkaktuar nga fishek zjarret. Mbi 100 të tjerë janë plagosur e ndodhen në spitale, ndërsa policia lëshoi urdhër arreste për disa të dyshuar si përgjegjës për ngjarjen e rëndë. Një tragjedi me bilanc lufte ka trondituar Maqedoninë e Veriut këtë të diel. Numri i viktimave ka shkuar në të paktën 59, me më shumë se 155 të tjerë të plagosur, si pasojë një zjarri masiv në një klub nate në qytetin lindor të vendit Koçan. Të gjitha viktimat ose u dogjën të gjallë ose u asfiksuan si pasojë e tymit në orët e para të mëngjesit. Zjarri raportohet se shpërtheu rreth orës 2 pas mesnate gjatë një shfaqje nga një grup muzikor në klubin Puls në Koçan, rreth 60 milje në lindje të Shkupit. Shifrat janë konfirmuar nga ministri i brendshëm i vendit, i cili ka thënë se zjarri është shkaktuar nga mjetet piroteknike që janë përdorur brenda ambientit festiv. Deri në orën 11:30, sipas informacioneve që kemi, kanë dërruar jetë 59 persona. Prej tyre, 35 janë identifikuar, 31 janë nga Koçani dhe 4 të tjerë nga Shtipi. Numri të lënduarve, sipas informacioneve që kam marrë rreth orës 12, është 155 persona, të cilët po trajtohen në disa spitale të ndryshme në vend. Ministri tregoi për situatën e rënduar në spitale dhe tha se shumë trupa janë djegur plotësisht, prandaj identifikimi i tyre do të bëhet përmes autopsisë. Disa spitale në vend, përfshirë në Koçan dhe Shkup, janë mobilizuar me të gjitha kapacitetet. Pjesa më e madhe e personave që kanë humbur jetën janë të rinj, ndërsa raportohet edhe për të mitur. Të afërmit e disa prej viktimave dhe personave që nuk përgjigjen janë mbledhur para spitaleve, duke kërkuar nga autoritetet më shumë informacion. Policia ka ndaluar deri më tani një person që dyshohet se ka lidhje me ngjarjen, por pa dhënë detaje mbi rolin e tij. Prokuroria ka lëshuar ndërkohë 4 urdhër arreste të tjera. Informacionet e deri më tanishme tregojnë se vendi ku ishte organizuar festa nuk ka pasur kushte sigurie dhe kapacitete të mjaftueshme për numrin e personave që ndodheshin në të. Sipas medjave, hapësira e klubit ishte e mbipopulluar me 1500 deri në 1700 persona. Qeveria në Shkup shpalli 7 ditë zije për tragjedi në klubin e natës. Kryeministri Mickoski deklaroi se të gjitha strukturat janë angazhuar për të lehtësuar sa të pak dhimbjen e familjeve që humbën të dashurit e tyre. 7 ditë zije kombëtare ka vendosur qeveria e Shkupit në një mbledhje të jashtëzakonshme të mbajtur pas tragjedisë në Koçan këtë të diel. Gjithashtu kabineti ka aktivizuar mekanizmin për ndihmë ndërkombëtare dhe ka urdhëruar Inspektoratin Shtetëror të Tregut për inspektime intensive në të gjitha objektet hoteliere në vend në 3 ditët e ardhshme për të verifikuar kushtet në të cilat ata operojnë. Qeveria e Mickoskit ka kërkuar mos politizimin e ngjarjes, ndërsa siguron hetim të plotë, të pavarur dhe vënje përpara drejtësisë të gjithë personave përgjegjës. Më herët, presidentja e vendit, Siljanovska, u shpreh tronditur ndërsa vizitoi disa nga personat e lënduar që ndodhen në spital. Për tragjedinë reagoi edhe kreu i kuvendit Afrim Gashi. Ftoi autoritetet përkatëse të angazhohen me përkushtim për zbardhjen e plotë të rastit, ndërsa ne solidarizohemi plotësisht me ata që po kalojnë këto momente të vështira. Lutjet dhe mendimet tona janë me të gjithë të prekurit nga kjo tragjedi.
Të tjerë zyrtarë të lartë e personalitetet e kanë shprehur ngushëllime duke thënë se ngjarja nuk është vetëm tragjedi, por alarm që kërkon përgjegjësi. Në solidaritet me Maqedoninë e Veriut, nga një ditë zje ka shpallur edhe Serbia dhe Malizi. Mesazhe ngushëllimi kanë ardhur nga të gjitha vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse zgjodhi Joan Pelushin si kryepeshkopin e ri të vendit. Në garë ishin të gjithë drejtuesit e mitropolive, por në fund me vot unanime u vendos që Pelushi të udhëheq Kishën autoqefale shqiptare. Hirësia e tij deklaroi se do të zbatojë me devotshmëri detyrën e re. Kemi zgjedhur mitropolitin e Korçës, hirësinë e tij Im Zot Joanin, kryepiskop të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Fortlumturia e tij, Joan Pelushi është kryepeshkopi i ri i Kishës autoqefale shqiptare. Ky është një moment historik për Kishën Ortodokse që për herë të parë udhëhiqet nga një kryepeshkop shqiptar, i votuar unanimisht nga 7 anëtarët e Sinodit të Shenjtë. Menjëherë pas përzgjedhjes, në një kohësi, u dëgjuan kambanat e katedraleve e kishave ortodokse të shtrira në të gjithë vendin. Siç e kërkon statuti kishtar, fjala i takoi fortlumturisë së tij kryepeshkopit Joan Pelushi, që premtoi përpara besimtarëve ortodoks se do ta përmbush qëllimin e shenjtë me përkushtim. Me përulësi, duke u bindur vullnetit hyjnor, pranoj këtë shërbim të lartë dhe premtoj se do ta zbatoj me devotshmëri detyrën time kryepriftërore. Do të respektoj kanonat e shenjta dhe traditën e shenjtë, e do të përpiqem me gjithë forcën time të mbroj të drejtat e Kishës, i vetëdijshëm për peshën e kësaj përgjegjësie. I lutem Zotit tonë Isus Krisht të më japë ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision të shenjtë, me dorën time e nënshkruaj këtë zotim. Kleriku më i lartë i Kishës Ortodokse shqiptare u kandidua nga Këshilli Kleriko-Laik. Përpara se të vishej me petkun e kryepeshkopit, besimtarët u lutën për iluminimin e mendjeve të Sinodit të Shenjtë, që ata të bënin zgjedhjen e duhur, ndaj zgjedhja e tij u parapri nga liturgjia hyjnore. Ndërkaq, frymëzimi i kryepeshkopit pritet të kryhet në 29 mars në një ceremoni të madhe e të veçantë. Anastasiu arhiepiskopu. Im Zot Joan Pelushi pason të ndjerin kryepeshkopin Anastas Janulatos. Ka qenë dëshira e fundit e kryepeshkopit Janulatos, që në testament ka shprehur se do të kishte dashur që në krye të kishës të zgjidhej një klerik shqiptar. Kryepeshkopi Janulatos u nda nga jeta në moshën 95 vjeçare më 25 janar në Athinë, ndërsa prehet në Shqipëri në katedralin ortodokse. Ai e udhëhoqi kishën për më shumë se 3 dekada, ndërsa ishte gur themeli për rivendosjen e urave të besimit fetar, të ndaluar që nga viti 1967 me urdhër të diktatorit Enver Hoxha. Drejtuesi i ri i besimtarëve ortodoks ka një rrugtim të gjatë në jetën kishtare. Ai është pagzuar në fshehtësi gjatë komunizmit dhe praktikoi me vështirësi besimin deri në rrëzimin e diktaturës. Më pas Joan Pelushi ndoqi studime të ndryshme në teologji dhe së fundmi ishte përkushtuar në drejtimin e metropolisë së Korçës. Joan Pelushi, tashmë i ulur në fronin kryepeshkopal, vjen në këtë post pas një përkushtimi të gjatë në radhët e kishës ortodokse. Fortlumturia e Joani ka lindur në Tiranë me datën 2 janar të vitit 1956. Fillimet e tij në krishtërimin datojnë që në moshën e ri nis në kohën e monizmit, kur Shqipëria ishte shpallur ateiste. Ai u pagzua në besimin ortodoks gjatë periudhës së përsekutimit të egur komunist nga prifti Kozma Qirio. Në atë kohë një grup i vogël njerëzish praktikonin ortodoksin fshehurazi në një kishtë nëndeshme. Kryepeshkopi sapo zgjedhur Joani deri në vitet 90 punoi në Spitalin Psikiatrik të Tiranës. Pas përmbysjes së regjimit, ai u largua në Shtetet e Bashkuara, ku kreu studimet për teologji në Boston në vitin 1993. Me pas se i rikthehet në Shqipëri, ku punoi si pedagog në Akademinë Teologjike të Kishës Ortodokse. Me datën 27 shkurt të vitit 1994, u dorëzua diakon grada parë prifterore dhe një vit më pas ndoqi studimet e tjera në Boston. Në vitin 1997, u diplomua për master në teologji po në Boston.
u kthye në Shqipëri ku u caktua dekani i Akademisë Teologjike të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, detyrën e të cilën qëndroi nga viti 1996 deri në vitin 1998, derisa u emërua mitropoliti Korçës, ku shërbeu deri më tani. Ka përkthyer disa libra teologjik në shqip ku veçohet shkrimi i tekstit të parë të dogmatikës në shqip, tekst që përdoret si botim zyrtar i Kishës Ortodokse në Shqipëri. Roli fortlumëtorisë të tij Joanit është vlerësuar jo vetëm në aspektin shoqëror, por edhe në atë humanitar, pasi ka hapur disa qendra për të varfërit. Ndër vite ai është nderuar me disa çmime si qytetar nderi në Korçë, doktor honoris causa nga Universiteti Fanoli, apo dhe nga Bashkia e Tiranës me certifikatën mirënjohjeje për promovimin e paqes dhe harmonisë fetare. Zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës po bëhet me shpejtësi dhe autoritetet premtojnë se ai do të mbyllet para afatit. Projekte të tjera ndërkohë janë në vijim, sidomos në akset kombëtare dhe zonat turistike. Falecurisë së mirë të punimeve, 2 lotet e para të zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës pritet të hapen për qarkullim brenda këtij viti. Afati kontraktual i punimeve, sipas grafikut të punimeve, është në mesin e muajit shtator të vitit 2026. Por duke qenë që punimet kanë ecur me ritme shumë të mira, pritet pritshmërit janë që të përfundojnë brenda vitit 2025. 2 lotet e para kanë një gjatësi 6 kilometra, fillojnë pas mbikalimit të Kaza Italiës deri në afërsitë të mbikalimit të Kasharit ose mbikalimi i Rinasit. E gjitha autostrada e zgjeruar pritet të marrë formë të plot pas 3 vitesh. Në planin e investimeve të këtij viti është parashikuar dhe faza e tretë e punimeve të përzgjerimin e këtij segmenti rrugor, që konsiston në rehabilitimin e mbikalimit të Kasharit ose mbikalimit të Rinasit dhe segmentit rrugor deri në nyjen lidhëse të segmentit Tuman-Kashar. Për lotet e tjera, për plotësimin e gjithë segmenteve deri në Durrës, është parashikuar gjatë 3 viteve zhvillimi i tyre. Prej nëntorit punime po kryhen edhe për zgjerimin e rrugës së Ksamilit, që do të bëhet me 3 korsi dhe me trotuare. Por ky projekt nuk do të përfundoj para sezonit turistik të këtij viti. Punimet e rrugës së Ksamilit, referuar afatit kontraktual, parashikohen të mbyllen gjatë vitit 2026. Pra, nuk është e mundur hapja e qarkullimit të mjeteve para këtij sezoni veror. Qarkullimi i mjeteve do të vijojë normalisht sipas rrugës ekzistuese, duke qenë se aktualisht punimet janë fokusuar në një segment të ri jashtë segmentit ekzistues. Brenda këtij viti pritet të nisin punimet edhe për ndërtimin e rrugës Kashar-5 Lekaj, një aks me gjatësi prej 27 km që pritet të jetë me pagesë. Është miratuar në fund të vitit 2024 kontrata për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen e segmentit rrugor Kashar-5 Lekaj. Referuar kësaj kontrate, koncesionari duhet të dorëzojë fillimisht projektin e detajuar të zbatimit. Pas miratimit të këtij projekti në institucionet përkatëse dhe lirimit të sheshit të ndërtimit, punimet mund të fillojnë menjëherë. Pritshmëria është të nisin në 6 mujorin e dytë të këtij viti. Ndërkohë në terren po punohet edhe për rehabilitimin e rrugës së vjetër Kombinat Ndroq-Plepa, ku deri tani është kryer 30% e punimeve në lotin e parë, që nis nga dalja e kombinatit deri në 5 Helmes. Një nga shkaqet kryesore të divorceve sot lidhet me pritshmëritë e larta që kanë çiftet e reja. Shumë prej tyre jetojnë mes reales dhe virtuales duke sjellë konflikte dhe ndarje. Divorci po bëhet një fenomen gjithnjë e mëzakonshëm, me një numër rastesh që rriten nga viti në vit. Sipas sociologëve, një nga arsyet që ndikon në prishjen e martesave vitet e fundit është përplasja mes realitetit dhe botës virtuale, një botë që shpesh krijon pritshmëri të larta dhe të paarritshme për partnerët. Do ta nisja faktikisht me konceptin mbi veten, sot njerëzit kanë filluar të kërkojnë më shumë elemente, qofshin këto edhe të përmbushjes materiale, por edhe shpirtërore, ndoshta edhe përsa përket pjesës së ekonomisë dhe e shtyn moshën e martesës. Por këto kërkesa që vazhdojnë dhe këto pritshmëri që janë gjatë gjithë kohës të larta,
nuk arrin do të përmbushen në një kohë të caktuar dhe këto mund të krijojnë probleme pastaj kur fillojnë fazat e martesës. Aspekt që ndoshta është i fshehur, por unë them që ndikon shumë është elementi krahasim. Pothuajse të gjitha moshat, por edhe ata që kanë ndërtuar një marrëdhënie dhe një familje sot e krahasojnë gjatë gjithë kohës veten me të tjerët, e krahasojnë veten me influencerat, me VIP-at, edhe pse nuk dinë se çfarë fshihet në të vërtetë në jetën e tyre reale, shohin vetëm këtë pasqyrim, vetëm këto minutazhe dhe krahasojnë veten gjatë gjithë kohës. I duket vetë të pamjaftueshëm, partneri duket më pak i bukur, më pak i mirë, më pak angazhues dhe këto sjellin gjatë gjithë kohës konflikte. Rastet më të vështira, megjithatë, vazhdojnë të mbeten ato ku konflikti mes palëve është i thelluar, veçanërisht kur ka raste dhune. Shkaqet kryesore janë grindjet dhe mosmarrveshjet, le të themi një numër të konsiderueshme që dhe unë kam hasur në praktikë janë edhe tradhtitë bashkëshortore, po ashtu edhe gjendje sociale dhe ekonomike. Rastet më të vështira të divorceve janë ato raste kur palët janë në konflikt me njëra tjetrën, kur kemi pasur dhunë në familje dhe kemi pasur denoncime nga njëri bashkëshort kundrejt bashkëshortit tjetër dhe është miksuar, le të themi, procesi penal me atë civil. Avokatët vënë në duke gjithashtu se përveç arsyeve sociale dhe ekonomike, një tjetër faktor që ndikon në rritjen e numrit të divorceve janë edhe martesat fiktive, të cilat nuk bazohen në një lidhje të vërtetë, po kryen për përfitime personale. Zonja dhe zotërin, kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Ju falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Borën Borakaj.